Përshëndes, socialistët nuk do të mbështesin me firmë asnjë nga kandidaturat për sa i përket avokatit të popullit, duke ja lënë topin pikërisht opozitës dhe në emër të grupit parlamentar, Tauland Balla tha ditën e sotme se do të mbështes propozimet që do të vinë nga opozita dhe qëndrimin apo shurtimin dhe opinionin mazhoranca do ta jap pikërisht në momentin që në kuvend do të vinë edhe shkresat me firmat që kandidatët mund të kenë siguruar. Zoti Balla në fakt tha se pritet që avokati i ri i popullit të zgjidhet me propozim të opozitës dhe me mbështetjen e mazhorancës, ndërsa u shpreh optimist që brenda kësaj legjislature do të ketë një emër për avokatin e ri të popullit, duke qenë se tashmë avokati aktuale Erinda Balanca qëndron në detyrë prej 3 vitesh për shkak të mungesës së dakorcisë. Duhet thënë në fakt, Fabiola, që janë 26 kandidatë të cilët kanë shprehur interes për avokatin e popullit, ndërkohë që ende po themi nuk i kemi emrat e kandidatëve të cilët kanë mundur të sigurojnë firma dhe me gjaz do t'i mbeten edhe orëve të fundit, duke qenë se afati për mbledhjen e firmave përfundon ditën e sotme në mesnatë. Mirë, Greta, faleminderit për raportimin.